me hirin e Zotit nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 18 dhe nga paragrafi 9. Kapitulli 18, paragrafi 9. A i tha edhe këtë shëmbëltyr disa që pretendonin se ishin të drejt dhe i përçmonin përbuznin të tjerët. 2 njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri ishte farise dhe tjetri targambledhës. Fariseu rritte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të pa drejt, kurorëshkeles dhe as si ai targambledhës. Unë agjeroj 2 herë në javë, paguaj të 10 e gjithçkajet që kam. Kurse targambledhësi rrinte larg dhe as që guxonte t'i çonte syt drejt qiellit, por rrihte krahërorin e vet duke thënë: O Perëndi, ji mëshirshëm ndaj mua mëkatarit. Dhe unë po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar, sepse kushdo që lartohet do të ulet dhe kush ulet do të lartohet. Amen, fjalës të Zotit. Është shkruar, vëllezër dhe motra, se përpara se të zhdukesh, lartësohet zemra e njeriut dhe për ulja ecën për në lavdi. Gjithashtu është shkruar se krenaria dhe kur mburret fryma njeriut, kjo është përpara rënies sate. Më mirë të ecësh me për ulësi se sa të ndash plaçkën e luftës me krenaret. Kjo është fjala e Perëndis, kjo është e vërteta, kjo është po dhe amen. Dhe për këtë arsye edhe njerëzit në këtë botë, të cilët nuk e njohin fjalën e Perëndis, duke parë shpeshherë nga rezultatet e zgjedhjeve të tyre që kanë zgjedhur në jetën e tyre, disa prej tyre mbase pak apo shumë thonë: ki kujdes mos u mburr që ti humbësh të gjitha. Njerëzit i thonë këto. Tjetri thot me kokë për ulu dhe të shkon gjithçka mirë. Si i thonë këto njerëzit? I shohin nga vetë provoja jetës të tyre që i kanë parë më përpara. Edhe ne i shohim nga jeta këto, por së para se gjithash na e thot fjala e Perëndis. Na thot: a din diçka? Nëse të vjen një e keqe në jetën tënde, mbase përpara se të vijë e keqja, ke patur krenari, mbase je lartësuar, mbase ka ardhur një shembje, një rënojë e madhe në jetën tënde dhe vazhdon kjo rënojë të bëhet gjithnjë më e madhe, ki pak mendjen tënde të vish në vete, sepse ky dëm që po të bëhet, mbase po të vjen nga krenaria jote, nga mburrja jote. Ma Zot, unë jam i përullur. Mirë, a je i sigur se je i përullur? Pyete pak Zotin, shko tek Zoti. Shif se ç'thot Zoti për këtë. Dëgjoj mirë se çfarë thot fryma e shenjtë. Dëgjoj ç'thojnë rreth e qarktejet. Është shumë serioze, vëllezër dhe motra. Nga ana tjetër, njeriu i përullur ka frikë se mos vallë do të mburret. Zot, po ç'është kjo që mendova tani, apo ç'është kjo që thash? Mos jam krenar. Vin pra besimtar dhe me afrohen dhe më thënë, vëllezërit më të përullur vin dhe më thojnë: vëlla, mendova kështu, mos vallë jam krenar. Dhe vetëm që e mendove, vëlla dhe motër, se mos i e krenar, në vend tregon për ulësinë tënde. Pra kam frikë, vëlla, të mos mburrem. Mirë bën që ke frikë. Të gjithë do ta kemi këtë frikë. Dhe unë i pari që ngjitem edhe këtu në tribunë, Zoti të më ruaj dhe të gjithëve ne. Është shumë serioze, vëllezër dhe motra, dhe deri më tani, çfarë u bë keq apo mirë, kaloi.
tani, sot si jam, sot çfarë jam, nesër si do të jem, në mënyrë që të parapragatis të pasnesmen. Pra, gjendja ime sotshme, se si do të jem dhe çfarë pozicioni do të ketë zemra ime sot, ditë e diel, do të përbëj një stacion se çfarë do të bëhet pas nesër në jetën time. Nëse unë marr udhën e krenarisë, udhën e qafortësisë, atëherë do të vi rënja. Por në qoftë se marr pozicionin e përulur, të qetë, përpara Perëndisë dhe njerëzve, nuk e di o Zot, nuk e njoh o Zot gjërat. Ti e din o Zot. Atëherë Perëndia do të më lartësoj, jo që të thojnë të tjerët se sa i mirë që ishte, jo për këtë, jo. Por që të lavdërohet Perëndia. Sepse nëse dua të bëj të përulurin, që të më lartësoj Perëndia për të dukur të tjerët si jam i mirë, atëherë e kam keq punën. Nuk e di nëse më kuptoni, zemrën time dua ta sjelli të përulur përpara Perëndisë, sepse dua të jetë e butë, e brisht dhe përulur përpara Perëndisë. Le se çfarë do të bëj Zoti aty e tutje. Perëndia do t'i bëj, Perëndia do t'i marrë përsipër të gjitha. Dy njerëz, dhe këtu dy njerëz, fariseu dhe targambledhësi, që të dy shkojnë në tempull. Dhe tha Zoti këtë shëmbëltyr për këtë çështje, shëmbëltyr e quan shëmbëltyr, thotë se pa disa që duke patur në mendjen e tyre se janë të drejtë, i përçmonin të tjerët. Këtë duam ta shohim pak vëllezër dhe motra. Duke parë veten e tyre, pandeh në veten e tyre se janë të drejtë. I fariseu ishte i drejtë, agjeronte 2 herë në javë. I jepte të 10-tat e gjithë çkajet që kishte, 10%. Jepte, ofronte. Kështu e thoshte ligji, që ta bënte dhe e bënte. Nuk ishte i drejtë. Dhe përçmonte të tjerët. Dy gjëra që shkojnë së bashku, kanë dhe, këtë në mes, fjalën dhe. Pra nga njëra anë i bëjnë të gjitha mirë, nuk bëj gabime, mbasi bëjnë ndonjë gabim, ndonjëherë, por përgjithsisht jo, jam i saktë sa të mundem, por nga ana tjetër përçmoj të tjerët. Këto të dyja shkojnë së bashku. Marrëdhënia ime me Perëndin dhe marrëdhënia ime me vëllezërit. Dhe këtë do ta shohim në qëndrimin e këtyre dy njerëzve, se si qëndrojnë, në çfarë vendi qëndrojnë së pari, se cili është qëndrimi i trupit të tyre, e dyta. Nga këtu duken shumë gjëra, dhe e treta, se çfarë del nga zemra e tyre. Dhe ne dim se çfarë del nga zemra e njeriut, sepse e thot goja, apo nuk e thot goja, këtë na thot fjala Perëndisë. Thot pra, 2 njerëz u ngjitën në tempull për të adhuruar. Një qëllim shumë i bukur dhe thanë do të shkojmë veçanërisht secili ecë, kështu të dy, do të shkojmë të lutemi, tek Perëndia do të lutemi. Fariseu, thot për fariseu në tek 11. Qëndroj, thot tek 11, fariseu rrinte në këmbë, sepse po të shohim më poshtë për targambledhësin se thot qëndronte larg, rrinte, edhe ai rrinte në këmbë për pak larg. Sikur të thonim se fariseu është përpara altarit aty afër, ka atë se me drejtsinë e tij mund t'i afrohem altarit, jam shkoj mirë, unë jam përpara Zotit më afër, s'kam nevojë për të tjerët, se jam i pasur, po Zot, ti mi ke dhënë, i pasur jam, dhe vi përpara me këtë prezencë, mund të thoja, me atë i lirë, do me thënë, përpara altarit. Dhe lutet dhe thot, të falenderoj o atë, o Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë,
Pra këtu në vend del një falenderim nga njëra anë, nga zemra e tij. Të falenderoj o Perëndia im. Dhe po të dëgjoj një njeri, të falenderoj Perëndin, dhe të jem pranë tij të dëgjoj, nuk gëzohem. Edhe ne, kur të ulemi të gjunjëzohemi, këtë nuk bëjmë. E falenderojmë Perëndin, dhe mirë bëjmë që e falenderojmë. Të falenderoj o Perëndia im, sepse më bëre birë të endin, më shpëtove nga mëkati, se isha mëkatar dhe më shpëtove, kjo do të thotë se nuk jam i mirë dhe askur nuk isha i mirë, por ti më bëre. Kuptuat? Por kur shkoj gjithnjë dhe ti them Zot, të falenderoj se jam biri yt, po por si u bëre biri i Perëndis? Ishe mëkatar dhe u bëre biri i Perëndis. Isha në lumë të mëkatit dhe erdha në Krishtin dhe më bëri birë të tin. Amen, lavdi Perëndis. Të falenderoj se nuk jam sikur njerëzit e tjerë. Këtu në zemrën e tij ka dallim, të njerëzit e tjerë nuk din ligjin, thonin farisejt, ti nuk din ligjin, i thoshte. Tjerët nuk e din ligjin dhe këto që ndjekun Krishtin nuk e din ligjin, nuk din Mojsiun, nuk lexojnë për profetët, pra ishin të shfaqsuar brenda tyre. Dituria që kishin mësuar nga ligji, sa e vërtet është fjala e Perëndis. Ndërsa dituria është gjë e mirë që na ka dhënë Perëndia dhe të jetë baza për shpëtimin ton, njeriu nëse nuk kujdeset, dituria mund t'i bëhet që të arrijë atë pikë krenari dhe ta bëj në shkallë të lartë krenarijet. Pra dituria krekos njeriu. Kurse nëse diturinë e përdorim sikur thot Perëndia, na çon në shpëtim. Nuk jam pra si të tjerët, si njerëzit e tjerë. Kështu pra i shef njerëzit e tjerë, shef të këqijat të tjerëve. Dhe mundësisht për atë që ai nuk ka. Nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të padrejtë, kurorshkelës, dhe nuk jam edhe si ky targambledhësi, ky që është pak më larg, pas mejet atje, që rrin. Agjeroj 2 herë në javë, bëj pra ato detyrimet e mia ndaj Perëndis, jap të 10-ën të gjithë çkajet që kam. Kjo ishte lutja e gjithë lutja e tij. Një falenderim tek Perëndia, por ky falenderim në të vërtetën ishte shumë pak dhe pa vlerë. Ky falenderim ndaj Perëndis nga sa e shfaqsonte veten e tij, duke thënë se nuk jam si të tjerët. Kurse nga ana tjetër targambledhësi. Targambledhësi së pari ishte që qëndronte larg. Rrinte në këmbë larg altarit. Trupi i tij tregonte një përulje të veçantë. Nuk donte as syt t'i ngrinte drejt qiellit. Po sa e mrekullueshme kjo e. Besoj se luteshin kështu njerëzit. Nuk na e thot për farisejt se kishte ngritur kokën lart dhe kishte shtrinte duart, por Teloni nuk do, targambledhësi nuk donte. Domethënë mundohej që ta bënte, por nuk donte ta bënte. Përse sepse nuk mundte, nuk guxonte të shifte drejt të shetit Perëndi. Nuk mund të ngrinte shikimin për ta parë me sytë e tij. Nuk e doronte dot këtë, sepse e dinte për veten e tij se ishte i mbushur nga mëkati i tij, por dhe nga përulësia e tij. Dhe jo vetëm kjo, por godiste gjoksin e tij, binte krahërorit të tij. Ky ishte një tregim se kishte dhembje brenda tij. Zemra e tij kishte dhembje. Në atë moment shpirti i tij vuante. Ana kishte dhembje në zemrën e saj, në shpirtin e saj. Në atë moment kur lutej dhe e derdhte zemrën e saj tek Zoti, nuk i prishte në atë moment punë për Peninën, a ç'thoshte Penina, por i interesonte vetëm vetja saj dhe përulja e saj përpara Perëndis. Ndërsa targambledhësi, le që e shifte targambledhësi fariseun, nuk thot diçka për fariseun, nuk i interesonte për fariseun. Mbas e thoshte se është njeri i shenjtë ky njeri. Nuk e di a e thoshte apo jo, nuk e thot shkrimi,
por për veten e tij shifte vetëm. Shikonte vetëm pozicionin e tij, problemin e tij dhe shikonte vetëm për uljen e tij. Dhe thot një shprehje tek Zoti, një shprehje na thot fjala Perëndie. Perëndi, më fal mua mëkatarin. Nuk thoshte për diçka që i kishte dhënë Perëndia, diçka i kishte dhënë Zoti dhe atij. Nuk tha që ta falenderonte, as të krahasoj veten me të tjerët, as të përdor ato që i kishte dhënë Perëndia, gjërat për këtë jetë apo jo. Në këtë jetë asgjë nga këto. Të vetmen që mendoj për ulësinë e tij. Të vetmen që mendoj për veten e tij se si të gjej hir dhe mëshirë nga Perëndia. Perëndia më mëshiroft mua mëkatarin. Më falt mua mëkatarin. Kjo është për ulja e tij. Thot në shkrimin tani duke mbaruar. Thot në qoftë sepse nëse dikush mendon se është diçka, ndërsa është një zero, veten e tij mashtron. Pra nëse dikujt shof ose dikush shof për veten time tani, mendon se është diçka e veçantë dhe mundësisht të krahasoj veten me vëllezërit e tij. Ndërsa është një zero, jemi të gjithë zero vëllezër dhe motra. Kjo është e vërteta. Nuk është në botë kur ti thuash tjetrit se je një zero, e merr shumë për çmim. Kurse ne kur ti themi Zotit se jemi një zero dhe e dëshmojmë këtë edhe kur ti themi se jemi një zero, kjo do të thotë se nuk kemi forcë, nuk kemi fuqi, nuk kemi diçka të denjtë o Zot që të vijmë përpara tejet. Por të lutemi, atë që kemi është mëkatet dhe gabimet tona dhe na fal o Zot. Na mëshiro sepse ti je Perëndia i mëshirshëm dhe të lutem ki mëshirë dhe dëmshuri për ne. Dhe çfarëdo që të na dhurosh tani e tutje, ne do ta japim dhe ta përkushtojmë për lavdin tënde. Amen vëllezër dhe motra. Kjo le të jetë edhe kërkesa jonë sot. Të jetë kërkesa jonë për të dielën e ardhshme, të dielën tjetër me hirin e Zotit kemi agjerim dhe lutje. Do të qëndrojmë duke kërkuar Zotin në agjerim dhe në lutje. Deri në orën 3 të drekës, të lutemi, pak mundemi, atë ta sillim përpara Perëndis, dobësinë tonë përpara Perëndis, me një kërkesë i përullur, Perëndia të ndryshojë jetën tonë, ta shëndërrojë, të marrë dëshirat tona, zellet tona, mëkatet tona dhe të na bashkojë, të na mbajë të bashkuar si kish, si familje të jemi të bashkuar dhe pjesën tjetër të verës, deri kur të vi Zoti të na marr, jo vetëm të verës, por deri kur të vi Zoti të na marr, dhe nëse dikun ka ndasi, ndarje, ti bashkoje Zoti, të na bëj Zoti një. Amen vëllezër dhe motra, dhe Zoti të na mëshiroj nëse shef për uljen e shërbëtorëve të tij. Amen. Δόξα στο Θεό μας, αδελφοί.